Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Falendrojmë Allahun Azza wa Jall, paqja, mëshira, bekimet e Allahut qofshin mbi më të dashurin e Allahut, mbi të dërguarin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme dhe shokët e tij fisnik, vëllezër të nderuar, motra të respektuara, Allahu i dashur Esmerald. Po vazhdojmë me mësimet tona në shkencën e tajwidit. Siç kemi premtuar herën e kaluar, në këtë episod apo në këtë mësim do t'i trajtojmë me lejen e Allahut Azza wa Jall pak shkurtimisht gjermat e shkëputura, el-huruf el-muqatta'a, që janë të veçanta në Kur'an, që kanë ardhur në fillim të disa sureve, konkretisht kanë ardhur në 29 sure në Kur'an kanë filluar me këto huruf el-muqatta'a që quhen. Ato nuk dihet kuptimi i tyre, nuk dihet se çfarë kuptimi kanë. Ato duhet të lexohen, janë pjesë të Kur'anit, ama nuk e dim kuptimin e tyre. Domethënë të tyre nuk e ka shpjeguar Allahu Azza wa Jall në Kur'an dhe as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka shpjeguar dhe nuk dihet se sahabët e kanë pyetur për këtë. Prandaj ata të cilët japin mendime rreth këtyre gjërave, ata padyshim se flasin pa dije, sepse për këtë nuk kemi tekste. Se çka do të thonë atë e dinë vetëm Allahu subhanahu wa taala. Këto kanë ardhur në 14 forma të ndryshme, gjithsej janë përdorur 14 gjerma të gjuhës arabe. Dietarët i kanë përmbledh këto gjerma në një fjali shumë interesante, do të thonë që sipas mendimit të si mrekulli, qysh e kanë do të thonë kuptimin edhe këto gjerma e kanë mbledh me një fjali të kuptueshme që lidhen me këtë dispozit. Kanë thonë nasun hakimun qat'an lahu sir. Ka thonë është një tekst i urtë që sigurt ka një sekret. Do thonë subhanallahu, në këtë fjali do thonë i kanë përmbledh të gjitha gjermat që janë përdorur për këto gjerma të shkëputura, po el-huruf el-muqatta'a, që kanë ardhur në 29 sure, do thonë që janë filluar me këto gjerma. Ato kanë ardhur do thonë janë përdorur në 14 forma të ndryshme, si për shembull alif lam mim, shkurt po i përmendi, është një formë, për shembull ta ha, apo nun, apo sad, apo ya sin, apo ta sin mim. E kështu me radhë, do thonë këto janë gjithsej janë 14 forma të ndryshme. Qysh duhet, do thonë, na e dim se disa lexojnë më gjatë, disa më shkurt, qysh është rregulli këto. Do thonë dietarët i kanë dhënë në 4 kategori. E parën kategori e kanë futur vetëm elifin, i cili është elif. Do thonë është me rëndësi që mos të thuhet elif, do të mos të zgjatet shumë. Dhe po ashtu është me rëndësi që të mos të thotë si të na që përdorin disa elif, që elif nuk është në rregull, nuk është sakt, por duhet elif ija, do të thonë të kesra, elif ija të shqiptohet qartë. Do thonë kjo, do thonë përmendet ashtu çish është, nuk ka zgjatim të veçantë. Këtu tek elifi nuk ka zgjatim, do thonë nuk duhet të zgjatet. Do kjo është kategoria e parë që është e lehtë. Kategoria tjetër ku duhet të bëhet një med natyror, do thonë e kanë përmbledh dietar këto gjerma, i kanë përmbledh në fjalën hayyun tahur. Do thonë ha, ya, ha, mim, ha, ya, ta, ha, dhe po ashtu ra. Këtu do të thonë duhet të shqiptohet me med natyral. Do që është dy lëvizje. Harakatein. Dy lëvizje që i ka. Kategoria tjetër ku i kanë përmbledh dietarët këto gjerma në fjalën sanaqussu lakum, do të thonë te këto gjerma kemi shembullin e medit të detyrueshëm. Do të thonë sanaqussu lakum sin, për shembull këtu duhet të zgjatet, pasi që në mes do të thonë është një med dhe pastaj në fund është një sukun. Do të thonë sin, kur lexojmë sin në fund që thamë më herët e kemi një sukun. Do të thonë në mes e kemi një gjerm që është gjerm e medit. Apo jo? Prandaj themi sin, ya, sin, gjashtë. Këtu i kanë përmbledhur domethënë në fjalën sanaqussu lakum. Sanaqussu lakum. Sin, nun, wal qalami wama yasturun, domethënë sura al-qalam. Pastaj qaf, pastaj sad, pastaj lam, pastaj kaf dhe mim. Këto duhet do e mos të zgjaten 6 lëvizje. Siç e kemi shpjeguar te medi i detyrueshëm. Kategoria e fundit është gjerma apo harfi ain, që ka ardhur në surën Maryam, kaf, ha, ya, ain, sad, apo në surën Shura, që ka ardhur ha, mim, ain, sin, qaf. Do thonë ajeti po është ha, mim, pastaj ajeti i dytë është ain, sin, qaf.
Këtu dietarët kanë thonë kemi mundësi me bo 4 lëvizje apo 6 lëvizje. Siç po i shihni edhe ju në ekran shikues të nderuar. Këto ishin pra disa rregulla që lidhen me el huruf el muqatta'a apo gërmat e shkputura që janë të veçanta në Kur'an, që kuptimi e tyre nuk e din përveç Allahu subhanahu wa taala. Ju këshilloj edhe një herë që ti rishikoni shembuj që kemi përmend dhe kur ti lexoni në mënyrë të saktë. Elusim Allahun azza wa jalla që na ndihmojë neve dhe juve. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.